E për gruën e vllaut, ma bajotë s'ka. Dy konotat i kam si modrat mija, kështu që mirë, nuk ka keq, amo shumica aty janë tu çrodit. Nuk më duket interesant bukuria, ose nuk më duket interesant trupi, ose ku më ditë çka pa pas për shembull trum. E di që je ton kohë një shoqëtum si edhe e publikon familjen tonë, dhe në njëjtën kohë dhe vllau kur vjen prej jashtit, një përshëndetje për dy prindërit e tu dhe për vllaun edhe nusën e vllaut, çka ju kishe thonë përgjithësi? Për babën, për mamën janë drita e shpirtit, gjithçka domethënë që unë e kam, frymore që unë e marrin ata, janë arsye që unë jetoj, edhe arsye pse unë jam në Kosovë për momentin, se unë fakt shumë s'mujt me konë këto, po unë është fakti që është se unë duhet ta më kujdes për ta, se Otri tyne. unë me një fjalë jam kriju për më kujdes për ta. Okej. E për vllaun, jo vetëm vllaun, po vllazën, dy vllazët edhe të motrat që i kam, 5 motra që i kam, i përshëndes se një prej tyre, ju du shumë. Edhe kam marrë mallin e po, në fakt. E për gruën e vllaut, ma bajotë s'ka. Ato kam si modrat teme, kështu që dy konotat i kam si modrat mija, kështu që E kena po që ajo të nguston kur shkon, ose ja kesh pitet ose... Po, normal, e kena kështu si